dëgjoj njërë tjetër në gos, pastaj kalon në konkluzion. Kartë dashurohet. Jo, më jo, shikoje, ta kishe parë, prajmin e parë, çmimi, jo pra nuk është gjithçka ke çmimi, se ka njerëz që nuk vinë për çmim. E po që kanë lojtar të dobët. E pra, mos më thuj mua që flet budalliqe, pa më dëgjuar. Dëgjoj njërë deri në fund, se nuk e ke durimin për të dëgjuar, po ta bëj vritën 100 herë. Dëgjoje tjetrin, nuk e dëgjon tjetrin, vetëm flet. Po pra, po që ti për Gjibanin tani, i bje që Gjibani kanë dhjetë tu dhe informacione nga jashtë. Po unë nuk e kam dëgjuar, mua s'më ka sjellë ndonjë gjë nga jashtë, me thënë drejtën. Mua personalisht s'më ka thënë asnjë gjë. Nuk kam tentuar as ta pyes mbi të gjitha, dhe nuk është se e kam pyetur shumë. Se që nga Egli e para që tha, ai ta mua më jepte sinjale, më ulte dha si lojtare, për të më dhënë sinjale ta që si dukem jashtë. Më ulte si lojtare, e marrin ato ashtu, sepse tani mënyra se si sillen këta ju të tre, se dihet shumë mirë që fjala këtu nuk zë vend, sepse duket informacion nga jashtë, por mënyra e të sjellurit ndoshta, them unë, se si sillem unë. Ka dalë në konkluzionin që unë nuk e dalloj dot, se ti me mua sillesh njësoj si ditën e parë. Atëre? Me mua po me të nuk e di nëse ti ke ndryshuar, s'po them për banor të ri. Jo me të gjithë, pori me ty. Apo me... Unë pori me të gjithë. Po pra, Ola është tani, po flasim për ne që kemi hyrë në fillim. Ola e di gjendjen, ti e di gjendjen. Në këtë shtëpi, në 3 veta, unë jam ajo që nuk e di gjendjen jashtë. Ju të 3 e dini gjendjen jashtë. Po pra, vetmja gjë që unë kam bërë është që... Kështu që ju keni ardhur për ne, me pak fjalë. Si për ju. Ju të 3. Dhe prandaj neve jemi duke parë çdo gjë, se çfarë ndodh. Po ne kemi qenë pjesë e juaj, ama. Po pra. Keni qenë pjesë e jona, po puna është se sepse unë qoftë që kam pas një debat me ty. Do që ju thoni merret, lexohet ose përkthehet si një situatë e përshtatur nga jashtë në lidhje me qëndrimin tonë në shtëpi. Që ti e mendon. Unë nuk e mendoj. Siç mendojmë ne, që themi të kontrollojmë një veprim ose të kontrollojmë një fjalë që mos ta nxjerrim se mos na i marrin këta si informacion. Po, ju mund të flisni edhe me të kundërta. Nga jashtë. Mund të flisni dhe sipas atyre që ndodh jashtë, mund të flisni edhe në variantin e kundër. Domethënë, mban një qendrim ndaj meje ndërkohë që unë po e të ndryshe nga presupozoj që ti je jashtë. Kështu që unë nuk e marr fare të mirë qenë atë gjë. Unë rikthehem pas një muaji e ca ditë. Që do të thotë, unë kur kam ikur nga kjo shtëpi kam lënë ca debate, por nuk do të thotë që unë erdha prap u riktheva dhe do të gacmoj ato debate, sepse atyre ju ka ikur koha gërta. E kupton? Në qoftë se mua ti më jep në pjatë tani një gjë të re, unë ti normale që do ta marr dhe do ta debatoj me ty. Edhe me Rozanën. Rozana... Po ti vetë je duke i bërë debatet, nisur nga gjërat e tua në fillim. Po niset ajo. Po unë nuk është se po e përforcoj tani që them. Unë kam pas të debat me Rozanën. Do të duhen ca ditë të mësosh se si do futesh në situata të reja. Atë po bëj. Po pra. Shumë bukur. Amber heqi syzet. Unë atë po bëj, e kupton? Po, do mësosh se sepse unë nuk erdha tani që hapa derën. Do mësosh marrëdhëniet me njëri tjetrin. Po, unë nuk erdha tani që hapa derën. Dhe do futesh në lojë, kupton akoma në pritje. Unë me Rozanën kam pasur një debat dhe tani do shkoj te Rozana do t'i sulem prap. Ai debat ka ikur. Po, kjo nuk do të thotë që unë kam dyshuar mendimin për Rozanën. Po da, e di ti atë. E kupton? E kuptoj shumë qartë. Ti do vazhdosh. Por loja juaj përgjithsisht përveç Gjibanit, se Gjibani 2 javë ka. Ti je personi që ke më shumë kohë që nuk je në shtëpi. Po, më shumë, dhe unë e kam më të vështirë akoma. Dhe ke më të vështirë. Dhe ty të duhet një herë që të futem në rrjedhën tuaj. Jo, të na shohësh dhe pastaj të futesh në situata. Sepse fjala e parë që të thuhet është, Amber ti s'ke qenë këtu. Amber ti s'ke qenë këtu. A nuk po bëj atë? Po pra, të je duke bërë. Unë atë po bëj. Gjoje.